Shumë interesant. Ne mendojmë fëmijët shumë të njohëm, të vegjël, nga njëherë friksohemi t'i marrim edhe në preherën tonë, janë shumë të njohëm, mund t'i themi ashtu, sepse friksohemi që mund t'i dëmtojmë, por është shumë çuditshëm, fëmijët rikuperohen shumë më shpejt se sa të rriturit, qoftë plaga, qoftë mblidhja e vetës, gjithë proceset zhvillohen shumë më shpejt se sa të rriturit. Po ashtu edhe bëhet padhimbje, për shembull shërimi i plagëve, mbyllja e plagëve te fëmijët nuk shoqërohet me dhimbje të mëdha. Ndonjëherë tek fëmijët, tek një fëmijë që i ka 10 kg, kemi pasur raste që kemi nxjerr 1 kg tumor, por e kemi pa që pas 3 ditësh duke ecë në këmbët e veta e kemi dërguar në shtëpi. Por i rrituri po ta përjetonte një operim të tillë nuk do të mund të zgjohej në këmbë për ditë të tëra. Fëmijët e përjetojnë më shpejt shërimin, por edhe me anë dhe fal asaj që përmendëm paraprakisht teknologjisë të re, ajo që quhet pra kirurgjia minimal invazive, pra me mbyllje. Nga njëherë pas një viti kur vinë kontrol, as nuk e shohim shenjën e operimit se ku e ka pasur. Sepse tek të rriturit, për shembull, ne shohim gjurmat e plagës që ka mbet pas operimit. Ajo nuk është e rëndësishme pasi që ka kaluar operacionin, por te fëmijët është e rëndësishme kur të jetojnë me një vrim, me një shenjë, i krijon pra një lloj presioni psikologjik kur shkon në pushime, në det, ose kur veshet ka të zhveshur atë pjesë ku ka shenjën. Fëmijëve ju vjetur, pastaj edhe shokët e shoqet mund t'i ngacmojnë dhe pastaj deshe mund të kemë probleme psikologjike, por për këtë arsye ne bëjmë pak edhe pjesën estetike, pra tek fëmijët i kushtojmë kujdes të veçantë, sa do që mundemi maksimalisht mundohemi ta bëjmë minimale pjesën pra jo invazive të prerjes. Por edhe zgjatja operacionit është shumë më e shkurt. Për shembull, tek një operacion që mund të zgjaste një i rritur 10 orë, tek fëmiu duhet ta bëjmë brenda 2 orësh.